Konstantini I Vogëlith. Konstantini I Vogëlith, biri vetëm I derës, kishte 3 ditë që ishte martuar. Si shkuan këto 3 ditë me nusen të re, I ardhi kartë nga mbreti të shkonte në ushtri në dhe të largët. Me të marrë kartën, Konstantini shkoi te dhoma e të etë e të sëmës, I u fal, I puthi dorën dhe u lypi uratën. Pastaj I vajti së bukurës. Hoqi dhe I dha unazën e gishtit dhe I tha: "Nëmtimen, o zonja ime. Se mua më thret mbreti në ushtri në vend të largët që të luftoj 9 vjet. Po të shkoj në 9 vjet e 9 ditë dhe unë të mos kthehem, ti vash mos prit më shumë. Martohu." Vasha e shikoi e pikëlluar e nuk foli fare. Fshiu lotin e syrit, nxori e I dha unazën e gishtit. Konstantini shkoi në luftë të luftoi me qenin e babes. Vasha mbeti në shtëpi. Kaloi 1 mot, kaluan 3, kaluan plot 9 vjet. Vinin e kërkonin Trima bujar, se ishte shumë e bukur, po ajo s'donte të martohej. Pastaj kaluan 9 vjet e 9 ditë. Konstantini nuk u kthye. Plaku, I vjeri, I tha me lot në sy: "Bia ime." Shkuan 9 vjet e 9 ditë. Konstantini im mbeti në vëdhe të huaj. Pra ti, martohu vash, se I mbir ka vdekur. Vasha e bardh, u li kryet, psheretiu e s'foli fare, po fshiu lotët e syve. E zunë për të martuar te një bujar që e donte dhe e kish pritur 9 vjet. Filluan dasmën. Ndaj të gdhir, në dhe të huaj në ushtri të mbretit, Konstantini pa një ëndër shumë të frikshme që I trembi gjumin. Ndaj u zgjua, lëshoi një psheretim të hidhur sa kumboi tër fusha. Këtë psheretim e dëgjoi edhe vetë mbreti që rinte brenda në shtaore, se nata ishte e lagët. E dëgjoi, u ngrit me natë e dha urdhër t'i bien burit e të mbledhin të gjithë bujarët e rojet e ushtrisë. I vuri gjithë në rreth dhe I pyeti: "Më thoni të vërtetën, o ushtarët e mi, kush psheretiu aq fort sot në mesnatë?" Të gjithë dëgjuan, po nuk u përgjigjen. U përgjigj vetëm Konstantini: "Unë I mjeri psheretiva, o mbret." "Konstantin, besniku im, pse psheretin ti kaq fort?" "Psheretiva, o mbret, se atje larg sot martohet vasha ime. Ma merr një tjetër dhe e vë kuror. Kur ika nga vendi im, I bëra me fjalë që ajo të më pres 9 vite 9 ditë, pastaj të martohet. Tani kaluan të 9 vjetët e të 9 ditët dhe ajo vë kuror me një bujar." "Konstantin, no bir," I thot mbreti, "shko në grashtet e mia, e zidh vet një kal, cilin të duash, merr atë të zinën si ulliri, merr atë të bardhin si të bora, apo atë të pikëluarin si gjarpri. Hypi shpejt e ktheu në vendin tënd. Gëzohu me vashën tënde." Konstantini ju fal mbretit, u dha lamtumir shokëve e shkoi shpejt në grashtet. Zgjodhi kalin e bardh që të ikte si skifteri. I hypi e I ra me shporet. Paku prek ditën, paku prek natën, e shkoi gjersa sosin në vendin e tij. Gdhihej ditë e diel. Udhës për një fshat, takoi tatën plak. Konstantini e njohu, po tata nuk e njohu. Konstantini e vjen e pyet: "Ku po shkon, o tata loshi?" "O bir, shkoj atje ku më shpije fati im I zi, që të gremisem nga shkëmbi I madh." "E pse të gremisesh, o tata loshi?" "O bir, unë kisha një djalë të hishëm, të vetmëthin. I thoshin Konstantini I Vogëlith. E martova shumë të ri me vashën që deshi vet. Të ndenjë vetëm 3 ditë dhëndër. I ardhi kartë nga mbreti që e thiri në luftë në vend të largët. Ti mbir I ktheu plot helm unazën vashës e I tha: "O e bukur, unë do të nisem në ushtri të luftoj për 9 vjet. Po të shkoj 9 vjet e 9 ditë e unë të mos kthehem, merr unazën e martohu, se unë atëherë do të jem në ndhe. Sot vasha e tim biri po martohet. Këto huta që po më shkrehen në dasmë thonë se I mbir ka vdekur. Prandaj do të vete të gremisem nga shkëmbi dhe unë." "Ktheu prap tat loshi, se Konstantini po vjen një mend. Të lash përpara në hudh e hoqa këtu." "Më ruash, o birthi im, që më dhe këtë lajm të gëzuar, se Konstantini im po vjen një mend." Trimi nga u kalin, I ra me shporet që të arri nusem përpara se të vëj kurorën e dytë. Sosin në katund, në kohën e meshës së madhe dhe hoqi drejt e dera e kishës. Atëherë, po vinte në kish nusja me dhëndrin e ri.
e me të gjithë ka tundi nga pas. Trimi zbriti kalit, nguli flamurin e tij te dera dhe u thot dasmorëve: "Mirë se ju gjej, o krush bujar. Ama doni mua nun që t'ja vë kuror kësaj nuse? Mirë se vjen o trimi huaj e I hishëm. Ne të duam nun që ti t'ja vësh kuror nuses." U hap kisha e hyn të gjithë brenda. Kur ardhi koha t'i nderonin unazën nuses me atë të dhëndërit të ri, Konstantini I vuri në gisht unazën e vet. Nusës I vanë sytë e unaza, e njohu me njëherë dhe I shpëtuan lotët e syve. I rrokullisën sumbulla faqeve të kuqe. I ran pika gjiri të bardhë. Konstantini e pa, u kthye e u tha krushve: "O ju krush bujar, mbani me ngadalë ato kuror. Konstantini është kurora e para që është lidhur për jetë me këtë vash. E unë vet jam Konstantini." Pastaj Konstantini e mori të bukurën, e shpuri në shtëpi të vet, e ruan e u trashëguan.